Në organizim të Federatës së Volejbollit të Maqedonisë së Veriut, nga 19 prilli fillon edicioni i tretë i kampionatit të volejbollit për veteran. Në këtë edicion do të marrin pjesë 7 ekipe: Gjevgjelia, Shkëndia, Velesi, Skopje, Strumica, Tetova dhe Prilepi. Gara do të zhvillohen me sistemin e turnirëve, ndërsa turniri i parë do të zhvillohet më 19 prill në qytetin e Gjevgjelisë. Ekipin e Shkëndisë do ta drejtojnë tandemi i trajnerëve Miftar Ziberi me ndihmësin Latif Halilin, të cilët në dispozicion kanë formacionin më të mirë me të gjitha legjendat e këtij klubi. Kapiteni Durim Luma, gjatë një prononcimi për televizionin Koha, nuk e fsheh se në këtë edicion do të jenë pretendent për titull. Këtë vit jemi të mobilizuar edhe më shumë dhe jemi të përforcuar, kemi një fond lojtarësh më të gjerë se vitin e kaluar, kështu që ambicjet tona gjithsesi se janë të luajmë përsëri në finale, por kësaj radhe besoj ta fitojmë edhe titullin kampion, pasi neve përveç lojtarëve tjerë të cilët kanë marrë pjesë vitin e kaluar, pra vllazërit Vela, Zylfi Baftjari, Besim Rezha, Mensur Hamza, na janë bashkangjitur edhe disa lojtarë të tjerë, në veçanti Habila Jeti dhe Naim Abazit, që për ne do të jetë një mbështetje dhe një përforcim jashtëzakonisht i madh. Qëllimi është të marrim pjesë pikëpari, po mandej inshallah vinë edhe rezultate. Kampionati i veteranëve do të zhvillohet me sistemin e turnirëve, pra në çdo qytet nga ekipet garuese. Vendas të turnireve do të jenë secili ekip nga një javë, po shorti bëhet për secilin turnir veç e veç, por ne më e dim se do ta kemi kundërshtar në turnirin e parë 2-3 e kështu me radhë deri te i 7. Turniri i parë mbahet në Gjevgjeli dhe ne për kundërshtar do të kemi ekipin e Tetovës, që do të jetë një derbi i madh, kurse turnirin e dytë do të jemi ne në Koqir në Tetovë dhe për kundërshtar do të kemi Gjevgjeli. Në xhiron e parë, më 18 prill në Gjevgjeli do të takohen Shkëndia, Tetova, Boreci, Skopje dhe 11 oktobri Gjevgjelia.